Një operacion I forcave operacionale të policisë me urdhër të prokurorisë së posaçme zhvilluar në zonën e Fushkuqes me qëllim kapjen e personave të rrezikshëm. Në pranga kanë përfunduar Elvin Merlika dhe Alket Xhixha, të njohur si antar të bandës kriminale të drejtuar më parë nga Ervis Martinaj. Këta dy të fundit ishin prej kosh në kërkim nga SPAK, të dyshuar si të përfshirë në krime të rënda. Konkretisht, Elvin Merlika dyshohet se ka qenë një nga personat e përfshirë në planin për vrasjen e Endri Dokles. Sipas dosjes hetimore, ai akuzohet për sigurim të kushteve për të kryer vrasje grupi strukturuar kriminale të tjerë. Madje në janar të këtij viti, SPAK bëri kërkesën për konfiskim të 20 pasurive të Merlikës dhe të familjarëve të tij. Ndërkohë Alket Xhixha dyshohet se është personi që ka bërë të mundur takimin mes Nuredin Domanit dhe Ervis Martinajt. Emrat e tyre kanë dalë pas dëshmisë të penduarit të drejtësisë Nuredin Domani, I cili me rrëfimin e tij nxori personazhe të botës së krimit dhe zbardhi një sër vrasjesh dhe krime të tjera të rënda. Gjatë operacionit për arrestimin e tyre, policia gjeti 2 pistoleta, 2 armë gjau, 2 radiosiato të policisë, 1 elek antiplumb dhe municion luftarak.